votuesi i parë, të cilit i ka mbritur zarfi me fletën e votimit, i përket Qarku Dibër dhe është në Gjermani. I ka mbritur në orën 7:15 minuta. Janë në mbritje Komisioni Qendror të Zgjedhjeve 111 zarfa, pra 111 votues të cilët kanë votuar dhe kanë njoftuar, të themi me telefon, postjerin e votimi nga jashtë tashmë konsiderohet i kryer, që në momentin kur njëri prej votuesve i cili e ka marrë zarfin e ka kthyer atë mbrapsht. Nuk ka asnjë mundësi dhe ne i kemi provat për këtë që një zgjedhësit i shkojnë dy zarfa apo 2 fletë votimi. Ne gjithsesi shpresojmë që në 2 ditë, por në rastin më ekstrem, brenda kësaj jave ta përfundojmë procesin e dërgimit të fletëve të votimit.